Të gjatë jeta, jemi në sezonin e 4 të podcastit Suzan me super musafire të reja edhe tema të reja, si ky epizod ku flasim për gratë, media dhe rrjetet sociale. Shihemi për gjysmë minute me një musafire super të veçantë e ju mos harroni me na bo subscribe, like, follow, pse ju dhe na comment. Ku fillon rrëfimi yt? Kjo është pyetja e parë, edhe ky është sezoni 4 i podcastit Suzan. Na përcjellni të premteve në të shtatë dhe rrjetet sociale. Erdhëm te epizodi i radhës i podcastit Suzan, i dedikum një teme të veçantë. Kemi quajt gratë, algoritmi dhe dezinformatat, sepse folim me gra nga fushat të ndryshme për ndikimin e rrjeteve sociale, lajmeve të rrejshme, inteligjencës artificiale në informimin ton. Mysafire kemi Donika Berisha Rizaj, eksperte e komunikimit. Ky epizod është realizuar me mbështetjen e projektit Mbështetje për shoqërinë civile në Kosovë, financuar nga Edukati i Madh i Luksemburgut dhe implementuar nga LuxDev, agjencia e Luksemburgut për bashkëpunim zhvillimor. Donika Berisha Rizaj është një gru që e njohim të tëndë. Është ftyrë mediale edhe e ka shënu gazetarin televizive të pas luftës. Si moderatorja e dashtën, fillimisht në KTV, pastaj në Klan Kosova, ku u pat hap me 2008, vitin e pavarësisë. Po, Donika nuk është vetëm ftyra e lajmeve të mira e të këqija që i kemi dëgjuar ndër vite, është edhe profesioniste e komunikimit dhe mediave me eksperiencë pune me misione ndërkombëtare, me organizata të mëdha të kulturës, ndërsa së fundi ka përfundu edhe studimet profesionale në Universitetin e famshëm të Harvardit. Pak ka gra që kanë ma shumë eksperiencë diverse mediale, kështu që ke personi ma se i duhon me folë për mediat, rrena digitale apo dezinformimin AI dhe plot do zhvillime që do na qmendin online. Donika, mirë se erdhe në podcastin Suzan. Me nëzis kom prit me të pas, veç sa me ditë te, po du me njëherë me ta bo pyetjen që ja bëj krejt graveve të veçanta që vinë në këtë podcast, ku nis rrëfimi yt, ku fillon rrëfimi yt. A është që kjo Donika e njëjtë që ka qenë edhe në mahallën e vet, ku rrit apo ka ndryshu? Faleminderit shumë, Arlinda, adhone për një moment si kom prit me arë se të kom të regu edhe kështu kur jemi taku që shikoj me shumë kënaqësi podcastin, se kam shans për mes podcastit tonë me një femna cila ndoshta nuk i shohim çdo ditë në për media, në për zakonisht në për media i shohim the usual suspect. Kështu që është shumë kështu freskuese me njoft gratë jashtëzakonshme, gratë veçanta, çfarë kontributi vojnë ato. Tash për me fillu edhe unë me njerë me pyetjen me përgjigjen, unë mendoj që paka shumë kombet e njëjta. Tash normalisht që si person njeri evoluon, përmirësohesh, avancohesh të gjana, si personalisht, si profesionalisht, zhvillohesh, po kur më kujtohet vetja dhe ka njerë kur i shikojmë ato kasetat për para që kemi, që na xhiroj ke babi e agja në shtëpi, ato kujtimet familjare, më duket që në këtë aspektin e energjisë, pozitivitetit, kombet paka shumë e njëjta. Por mos me thoni 100% e njëjta, shumë afër e njëjtë kombete. E ku je rrit? Unë jam rrit mahallën. Mahalla jame, për cilën kom shumë nostalgji, jam rrit përballë Grandit. Tash një si sheshi Zajr Pajaziti, atëre ka qenë shtëpia Mandrave e vjetra, që aty jam rrit deri në moshën gati 15 vjeqare. Mandej moshën 15 vjeqare një ku pa ta shku në Amerike, pa ta ndru mahallën kështu, jo veç mahallën, po kontinentin, mahallën e qova në kontinent tjetër, po aty jam rrit, edhe aty të edhin për para na krejt kohën e lirë, e kemi kalu
bashkë në mahall. Tu lujt, tu u socializu, krejt djem, vajza bashkë, sa pas dallim as mosh, as gjini, kemi lujt shumë bashkë, krejt loj interaktive, gjë që qyshe din edhe vetë sot po m'duket që po mungon shumë. Edhe pse ka njere prap shoh fëmijë tu lujt jashtë, po jo si përpara. M'duket nuk është energjia e njëjtë si përpara. Në shtap se janë tash janë zbulu qëto mahallat digjitale që po quhen e qatë mërmenja çka ke pas prej mahallës tone për interaksioneve me shok, shoqe, me kojshi, që sot nuk i kanë gjeneratat e reja, apo nashta që na bu pesimista, jo, s'mendoj që jemi bo pesimista, pak. S'mendoj që jemi bo pesimista, nostalgjik, mendoj që jemi shumë realista. Në fakt, ndoshta ka njerë ma shumë se që duhet. Po, çka ju mungon, mu m'duket ju mungon afërsia me njëri tjetrin. Na për njëri tjetrin kemi qenë gjendje gjithçka me bu. Nëse dikush i mahallës tjetër e ka nguz dikon mahallë tonë, na krejt mahalla i kemi dalë zot që ati shokut ose shoqës. Kështu që unë mendoj që sot fëmijët janë e ruajnë shumë atë individualitetin e vet, i shoh kanë herë printe mi jetojnë në shtëpi edhe kanë afër një fushë basketit. Shpesh i shoh për shembull 3 fëmijë me 3 topa të basketit u lut. E unë se kuptoj, edhe nuk du me kuptu që atë koncept, do me thonë ku është knatësia, ti i jeni që aty, okej që s'njeni, po njoftoni, luni me një topë të basketit, luni basket bashkë. Kështu që mendoj që ajo kryesorja që ju mungon është ajo afërsia, se pikrisht ti e përmende shumë mirë janë kriju mahalla digjitale. Në mahalla digjitale ti po shoqënohesh, po njëjtën kohë po je edhe vetë, po duket që privacia tu ka cenu, po në fakt jo dhe aq se ai aty në botën digjitale apo virtuale, ai ty në fakt nuk po t'njeh kush je ti. Ti mund është paraqit si dikush edhe tjetër edhe nuk po t'njeh. Çajo më duket sa e frekshme, po aq edhe m'dhimsen edhe fëmijët tonë që po rritën që të frymë, edhe pse tash ata fatmirësisht nuk janë të vetëm, këto janë tash gjeneratat tona, kështu që nuk është që ata janë tu vujt, po tash une, pse na jemi gjenerat që kemi kalu shumë tranzicione, do me thonë, m'ka një duket si kemi 4-5 jetat ndame. Ke punu si gazetare, ke qenë moderatore e njohur televizive, je halo e njohur. Po tash ke dalë, apo ma spjegon që to prej newsroomit e deri te Council of Europe, çka ka ndryshu ma shumë? Lajmet apo mënyra qysh i perceptojmë lajmet, edhe a e ka përkeqësu apo e ka lehtësu AI besimin në lajme? Ka ndryshu shumë, Arlina, do me thonë prej përmbajtjes deri te mënyra se si konsumohen lajmet dhe informacionet ditë sotme. AI për shumë gjana na ka lehtësu jetën, mirë po është e vërtet që me AI ti mund është me gjeneru mesazhe apo lajme apo storje më shpejt, por pyetja është aty se a qëndron ti mrapa çati mesazhi? A qëndron ti mas asaj storje që ta ka gjeneru AI me disa prompte që po quhen tash apo me disa fjalë kyçe të cilat i ki shtiti në AI, tool, çfarë do mjetet e AI që se tash po ka shumë, kështu që a qëndron ti mrapa çati mesazhi, a është me të vërtet ai mesazh autentik? E mos flasim që tash, sa kam qenë moderatore të lajmeve, që folëm edhe që përmendë pak edhe ma herë shumë bisedë lirë, ka qenë një respekt tjetër ndaj gazetarisë televizive, dhe ti kur lajmet nuk kam përmbajt clickbait, do me thonë nuk kam përmbajt titujt të cilët janë formulu vetëm dikush me kliku, edhe me hy në webfaqen tonë, apo me hy në kanalin tonë YouTube të televizionit e kështu. Fakt, atëherë kryesisht je dashtë edhe mu ullë mi shiku lajmet, ose për shembull mund kujtohet pas lajmeve ne i uploadojshim në webfaqet e televizionit, edhe mandej kemi qenë t'inkuraju me i shiku lajmet që me pa ku mundemi mu përmirësu, qa kemi bo gabim, qa kemi bo mirë, me qenë kritik konstruktiv dhe autokritik ndaj vetet e kështu me radhë. Thëmë që
me krejt përvojën që e kam, unë mendoj që lajmet edhe informacionet ditësodit duhemi me i konsumu me të njëjtin kujdes siç konsumojmë ushqim. Me thonë kemi qef me konsumu ushqim të mirë që me pas, të paktën me tentu me pas shëndet të mirë. Në fakt është, nëse muj veç me vazhdu diçka, se mos po harroj, është një ushtrim shumë i mirë që e kom bo, në fakt ka qenë si pjesë e këtyre studimeve profesionale që i kom përfundu tash vonë, me bo media fest, apo me përkthy shqip një agjerim mediatik. Une e kom bo 4 ditë, që ka qenë shumë vështirë për mu, se një si mos me pi ujë, unë si të qona në fakt, ose si të shkojmë punë, unë e duna me ledzu, që ka po ndodh, me po analizat ndryshme, politike, ekonomike, sociale, për shkak të punës që e kam. Po e kom bo se mos dash me bo. Po nuk kom ujtë me besu sa ma let jo më ndi, edhe fizikisht edhe psiqikisht, se qaj 4 ditë që më kalon një hapsin, një luks, për me thonë kështu, për me jetret, krejt që akun konsumu deri që ditë kure kun fillu këtë agjerimin mediatik, po. E si gru në komunikim publik, a njihësht që dezinformata online është ma agresive ndaj grove se burratve? Po. Kështu? Po. Edhe pse? Mendoj se definitivisht është më agresive, e është shumë e thjesht se mënyra se si targetohet gruaja është shumë më ndryshe, se sa që është targetohet me kampanja dezinformimi një burr apo një mashkull. Kisha përmend kryesisht me qëllim gratë cilat janë pozita vendimarrëse, politikbërse, se nëse ato gra, për shembull që ne supozojmë që ato kanë ma shumë resurse rreth vetes, nëse ato bën pre kampanjave dezinformative që ndonjëherë kanë për një me pasoja të këqija, atëherë çka me thonë një vajzë e re, një vajzë për shembull 20 vjeçare që synon me u bë gru në pozita publike, vendimarrëse, thotë atëherë qysh ku mi a synu une? Shumë që kjo është temë me kënd folje, që kjo është temë që na përcjell në çdo muhabet, që ky moment po të shten me mendu që qysh me e para mendu ardhmërinë si një vajzë e re, edhe po ki frikë, s'po munësh me vazhdu ëndrrën. Po. Për shembull, kur targetohet një gru me kampanjë dezinformime, ajo zakonisht, kur dojnë kushdo që e lancon atë kampanjë dezinformimi, se zakonisht nuk është veç një lajm dezinformat, ajo shkon si kampanjë, pastaj lajmi se varësisht qëllimi që duhet të arrit, zakonisht qëllimi është që me e friksu në thojza apo m'ja hup integritetin dhe kredibilitetin asaj gruaje të caktuar. Sulmohet, do me thonë nuk sulmohet, apo në punën që e bën, po sulmohet në pamjen e saj. I vyhet në pyetje amësia, nëse është nan, çfarë nane është kjo që punon 20 orë në ditë. Kështu, si shembull e mandej pamja asaj, mënyra se si vishet. Do me thonë, janë targete shumë të ulta, po që funksionojnë, se ajo të bën ma të ndishme, të bën ma vulnerable, je ma e cenushme kur dikush sulmon ashtu. Nuk di atë kujtohet, para dikon 3-4 viteve kjo kryeministra e Finlandës. Ajo një femën e re 36 vjeçare shumë e suksesshme. Do me thonë, une për mu, ajo, kisha qenë në 20 vjeçare, une kisha pas ato si role model. Shumë e kom për cilë. Edhe ajo ka dal një natë me shoqe, kur kanë vallëzu me muzikë, edhe ka dala e video, qysh ka lik e dimna, qysh ndodhin këto rrjedhjet e këtyre videove e kështu, po nuk ka qenë targeti i kampanjës dezinformimit kundër saj, pse ajo ka vallëzu, ka kthy me shoqe. Në ditën e saj off, të lirë. Ditën e saj off, natën e saj off. Targeti ka qenë që dezinformata ka qenë që ajo ka qenë në ndikim të substancave narkotike. Do me thonë, kjo automatikisht të ta sulmon po integritetin. Do me thonë, kjo është sulm shumë personal.
që ta njollos komplet figurën ty, gruas, vajzës, e mos flasim liderës të shtetit. Do me thonë, ajo mandej mund pa ta dalë. kenë role model që thek shumë vajza pikrit botës. Fiks, ajo mandej pa dalë edhe publikisht, pa thonë unë e kom pa bu spjegu testin që vërteton që nuk kam përdorur substanca narkotike. Dhe duhet me pas edhe politika publike që i kanë të parapan mekanizmat se qysh me i targetu. Qëtu po du me dveti ke trajnu njerës për media dhe krizë komunikime. Cila është gënjeshtra ma e rrezikshme që përhapët gjatë krizave? Gënjeshtra ma e rrezikshme janë zakonisht ato që e cenojnë sigurin e një vendi. Kur ti e bind me dezinformat, apo me lajme të rrejshme, qytetarin se jeta e tyre jeta e tij është në rrezik, atëherë këto janë gënjeshtrat ma të mëdha. Njëjtë kisha thënë më njëherë aty, njëjtën vend e kisha qit edhe këtë cenimin e kredibilitetit të liderëve të vendit, e që në shumicën e rasteve janë shënjesër apo target janë gratë lidere. Kjo jo veç që e cenon proceset demokratike, e cenon integritetin e diskursit publik, dhe mandej është si domino efekt. Edhe për atë në komunikime me krizë, në komunikim krizë, unë mendoj se është shumë e rëndësishme dhe çka e them gjithmonë, është që çdo organizat, biznes, sidomos qeverit, agjencionet e shtetit, duhet me pas gjithsesi strategji të komunikimit në krizë. Pra, crisis communication apo strategji të komunikimit në krizë duhen me qenë të përpilume, duhen me qenë gati dhe duhen ato me qenë të përditësume pas nevojë. Do me thonë, duhet me mendu që çka kemi me bo kur të ndodh kriza, jo çka kemi me bo nëse ndodh kriza. Do thonë, kjo kur edhe nëse janë këtu ato kryesorët që e caktojnë se ti a kime pas sukses mandej, apo jo, apo mandej ajo ka me shku që shtash si domino efekt edhe ka me të shku të mujtë të tana me mi sanu damet të cilat jënë bo pri asaj krize që është shkaktu. Ende nuk po ka, m'fal, edhe që to ende nuk po ka se ashtu tu fol mandej më kujton. Po bosh nervoz. Ende nuk po ka, po m'duket ende komunikimi, jo vetëm të ne, kështu e kom vret edhe në për organizata ndërkombëtare, ende nuk i kushtohet shumë rëndësi komunikimit sa duhet. Do me thonë, unë mendoj që çdo staf, parasysh në cilin sektor punon, duhesh me pas trajnim komunikim. E masi thash po bosh nervoz, atë ka ro mu bo nervoz me lexu një lajm që e din që është i rrejshëm edhe s'ka shans që është i vërtet, për një temë që e nje tepër mirë edhe kur e ke kuptu që është u manipulu publiku, qysh je një ose qysh e ke përjetu? Definitivisht është shumë stresuse. Është shumë stresuse se sidomos kur punon në organizata ndërkombëtare, kur je në një post që është më publik, edhe nuk ki të drejt me reagu publikisht. Zakonisht, kjo preferohet për shkak të neutralitetit, edhe për shkak që me qeni korrekt politikisht që mos me shkaktu, mandej mos me rrit zjarin edhe ma shumë. Me majtë më sheft. Po kështu, pse une i kushtoj shumë rëndësi profesionalizmit, definitivisht është shumë stresuse, veç duhesh mu adin me marë veten me të mirë. Pe bojmë një pauzë vogël, na që të një meditim edhe kthehemi tepër shpejt. Donik po du me dvet pak diçka nga jeta personale, mas jena në 2 fëmijëve perfekt, edhe që një 20 vjet eksperiencë në media.
A e merr punën me veti në shpe në kuptimin emocional, jo veç profesional? Përpara e ko marr, shumë sinqerisht, ka njerë më vjen edhe inati me pranu, veç më ka ndodhë përpara me marr. Punën shpinë atë kuptim nëse kom pas një ditë shumë të vështirë në punë, definitivisht e kom vrejt që e kom prun shpe qatë energji edhe është shumë gabim, po është shumë vështirë, ka njerë mos me pru, se ti ma gjatë ki qenë në punë, se sa që ki qenë në shpe. Mirë po me kalimin e kohës, edhe sa ma shumë që profesionalizohesh, arrin edhe mësohesh mi kontrollu edhe ndjenjat edhe energjin. Edhe tash, këto vitet e fundit, më thonë, kur përfundon puna, normalisht vetëm kur ka raste që janë ma urgjente, që duhet gjithsesi me u marrë me to, ajo është mandej tjetër, po ato fatmirësisht nuk ndodhin shpesh, po kur jam në shpe, me fëmijët e mi, jam në shpe, edhe jam 100% me energji me ta. Edhe i nali ato notification të emailit, tash të marrë vesh krejqi notifications të emailit. Kështu që po, do me thonë, së më vjen keq me thonë që i nali se du me qenë prezence, ma ndi po mbetet ti për pak ko. Po edhe kur shkon në punë ma eficiente, sepse në shpekun. Edhe e kom pa, jom bind që nëse sot unë tu najt qëtu me ty, nuk jam 100% me ty, po jam tu mendu për diçka shumë ndonjë deadline që e kam atje kur gjës jam të bune, pse apo mu teleportu edhe me shku me kry, jo, une po du me qenë që tu me ty edhe mu knaq me ty tu bisedu. Kështu që njëjt tash këto vitet... Me jetu të tashmen. Të tashmen mu knaq edhe e kom pa që mandi edhe kur po kam diçka ma serioze, ndonjë punë që mjep ma shumë stres, pse s'pe mendoj prej sodit, po pe mendoj kur po shkoj aty që aty duna mu marrë me to, pe kom shumë ma letë. Mos të flasin që koha me fmi, po është mandi shumë ma kualitative edhe po knaqna me ta. Ata tash se cilin atë moshën e konge e ndëgjoni kur jeni bashk, ose edhe në punë, ose tu shku në punë, ose tu këthipi punës, ose me fmi. A, din që na ndëgjën ka 3-4 kongë njëtë në kohë. Pse? Jo, Shqip të që ndëgjën që kështë bashkë me do me neve. Shqip, Arlinda ka plot kongë Shqip që më pëlqenë, po është një kongë që shumë shpesh këthejnë atë ajo edhe lëshoj edhe kur jam vetë, ka njerë edhe kur jam të punu e lëshoj, është konga Ojhan e familjes Qena, më pëlqenë shumë. Se tepër dyqysh është kongë qaq e bukur, qaq ma kujton taman atë Prishtinën, edhe pse s'është konga për Prishtinën, po ma kujton Prishtinën teme, Prishtinën e fëminis, më kthen dyqysh mrapa ndo kohë të mira edhe thjesht shumë e çmoj atë kongë që e ka realizu. Se të gjithë më kalon, po zemra më rënkon, për dashni që mos kam. A për ndryshe kongë dëgjojmë shumë, këtash Marti është djali madh është në atë fazën e hip-hoput, ky i vogli është fazën e Beatles, Paul McCartney, i don shumë kongët e Paul McCartney. I ndëgjon shumë Paul McCartney. Kështu mandi Genti i ka atë pjesën e muzikës elektronike, kështu që unë kur jam bashkë me ta, kryesisht ndëgjoj që ka ndëgjojnë ata. Kur jam vetë, i kom ndëgjuset e mija, ndëgjoj mandi që ka dojnë. Donik, atë ka ndodhë najherë me cenzuru vetën online, edhe pse e din që ki drejt. Po, shumë shpesh. Të regova edhe ma herët, se mu ka duk që thjesht nuk zgjidhi kur gjo asni problem nëse e shprej mendimin tem apo paknatësin teme online. Unë e mundona paknatësit e mija mi adresu për shambull me qata njerës, do shta që miren me atë punë.
jo tu i shoh ata, po tu ju jap kritika konstruktive për shembull si qytetare që ti vendi para së gjithash. Kështu që shumë ma efektive më duken bisedat se sa unë mu qu me shkru një status në Twitter X apo në Facebook edhe të me thonë çfarë zgjidhje bëjon e me atë punë. Për një me për atë edhe e cenzuroj vetën online. Po ashtu mu edhe profesioni ma ka diktu, edhe në atë aspekt me një farë mënyre edhe jo më mësu, ma ndim vjen shumë natyrale, shumë natyrale, jo po në ma e natyrshme, ma mirë me thonë, më vjen ma e natyrshme, thjesht thëmë, qka kujt pëndimoj une me këtë punë, kërkujt s'pëndimoj, mas po aktivetës e as komunitetit. Ta unë mendoj që është shumë diçka që e ko mësu në Amerikë, është kjo ajo vullnetarizmi, edhe veç me mendu mënyrë vullnetare dhe me mendu se çka po bënti për komunitet edhe që ajo para se me thonë, para se gjithashtar që po kemi platforma me fole, po harojmë që ato po mbesin aty, kujt i ndihmon ajo? Nime, hajtë të tregon pak për qëto mësimet akademike në Harvard që i kinë politika publike. Qka je fokusu edhe qfar politika publike ish dosht me i konsideru, sidomos në fushën e rrjeteve sociale? Faleminderit për pyetjen. Po, politika publike... Se tu e marrë parasyshit bullizimin online edhe këto video që po bohen, që s'po munësh me dita është e vërtet, as është e vërtet. Po, deepfakes. Dhe këto janë pjesë madhe të kampanjave dezinformimit që folëm ajre që i targetojnë gratë kryesisht deepfakes edhe këto që gjenerohen që ka njerëz që gjenerohen ndoshta ma të shtyme, nuk e vren as që është deepfake apo. Politika publike Arlinda, për më kthyt e pyetja origjinale, ka pas fokus primar narrativën publike, pastaj gërshetimin e teknologjisë edhe politikave publike, si dhe sigurisë kibernetike, e po ashtu edhe, do me thonë, çka po ndodh në botën e sotme me fokus në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si po ndron fuqishëm peizazhi mediatik me gjithë këto ndryshime. Çka mendoj që duhet më fokusu në politika publike është me pas spari shkrim lexim mediatik për gjeneratat e reja, pra media literacy, unë po i thëm shkrim lexim mediatik, apo media literacy ku gjeneratat e reja duhet me u trajnu se si me hulumtu edhe si me navigu, me konsumu lajme të cilat nuk janë trajshme, si me dit me i dalu, si me dit me hulumtu, pre autorit, kredibilitetit autorit, datave të publikimit, burimeve kryesore, burimi par, e shumë nivelet të tjera të cilat janë duke i përfshi edhe këto dezinformatat në baza gjinore, që është një temë që ende nuk flitet shumë, e që konsiderohet edhe si dhunë, për arsye se kjo dhuna online është si vazhdimsi e dhunës offline, dhunës klasike, fizike, psikologjike, ekonomike, kjo tash dhunë online, ku ndoshta ti nuk e ke një shajnë fytyrë të shuplakës apo të boksit, po ki shaja tjera, të cilat janë po ashtë të damshme njëtën tonë private. Ajo në gratë ma të kujdesshme me informacionin që ndojnë, ajo në ma pak polarizuse dhe ajo në ma të targetume për dezinformimet. Gratë gjithmonë janë ma targetume prej dezinformimit, për këto arsyet edhe që fola ma herët se konsiderohen si shënjestër më e lehtë, si shënjestër më e ndihshme, se sa burrat. Dhe gratë për atë arsye, unë sa ko mujt me vrejt edhe po flas tash për gratë profesioniste, për gratë që punojnë në sektore të ndryshme të jetës dhe veprimtarisë, sidomos gratë në pozita publike, shumë shpesh janë ma të kujdesshme se çka flasin, çka postojnë, çka shkruajnë, edhe unë për shembull kam pa këtu edhe të ne, kam pa mashkuj për shembull që e kanë targetu një grua politikane edhe kritika e vetme ka qenë ati personi qysh duket ajo gru.
do me thonë, Saktë. e për mashkull ti nuk shen do një koment e ka o vesh kështu, apo po duket kështu, i ka flokët e gjata, apo s'ka flok, apo, do me thonë, përderisa për gra janë gjithmonë këto stereotipet. E tash, me futjen, e shkrim leximit mediatik, për shembull, në për shkolla, ndoshta jo aqirët sa shkolla fillore, dhe pse tash në shkolla fillore fëmijët shumica kanë telefona, edhe ata po kanë qasjen shumë informata, ti me trajnim të shkrim leximit mediatik, ti krijon mandej gjenerata të cilat janë shumë ma kritik ndaj asaj se çka lexojnë, nalen dy herë me mendu a me nda qatë lajm apo me besu qatë lajm, e njëjtën kohë krijon prodhon krijues që janë ma etik. Edhe mandej njëjtë, paralelisht me shkrim leximi mediatik, unë kisha fut edhe përgjegjësinë sistematike. Do të thonë përgjegjësi sistematike, mos me qenë përgjegjësia e veç personit që është sulmu, apo personave që janë target i një kampanje të dezinformimit, ata me marrë, po me qenë, do me thonë këto politika të institucionalizume. Në këtë mënyrë, do me thonë, kjo është vetë se kishtë qenë veç një fillim, po mendoj që për shembull në Amerikë ka shumë programe të mira që ka si kurikula, do me thonë që avokojnë për media literacy apo shkrim lexim mediatik, që fusin shumë herët trajnime që targetojnë shkolla dhe pastaj mbazë dhe kërkesës, mirë po mendoj që edhe te ne kjo është shumë e nevojshme. Shumë. E për fund, po du me të vetë kështu, ku po shkoni si vjetë në pushime, se na bjen mu po verës nëlqen. Cila është vera jote perfekte? Vera e me perfekte. Për vetë se minal notifications. Për vetë se minal notifications. Vera e me perfekte, tash e sa vjetë, prej që kemi bo fëmijën e parë, tash e sa vjetë ka fillu me ulqinën, për arsye se e dojmë klimën shumë atje, ti e din qysh është atje, ka është, do me thënë, është thjesht energjia ati vendi është shumë e mirë, na bën shumë mirë, edhe mandej, kemi qef edhe pak me shetit, edhe në Shqipëri, do një vend Spanjë, Turqi, apo ku do një vend tri që nuk e kemi po gjithmonë startojmë me ulqen. Ato e dem. Vera eme perfekt është kjo, do me thonë sa ma shumë kohë me kalu tu relaksu, ndo një najt mirë aty këtu, pse jo, pak arktim, po kryesisht relaksim, kështu me switch off, edhe me ju dorëzu asaj energjisë edhe erës detit. Afër detit, afër mbretit. Edhe mbretreshës. On this note, që thojnë miqtonë ndërkombëtar, përfundojmë jarë të fundi që ti podcasti që ke tepër informative dhe tepër u knaqa të një të folë ty, se mua të s'kom një të folë që si para kamerave. Edhe faleminderit që ke. Faleminderit shumë edhe prej teje, shumë kënaqësi, pra po them, edhe shpresoj që kemi mujt pak ndonjë mesazh kështu ma qartë me çute shikues të veni. Shpresoj edhe unë që kena mujt mja pru ndonjë informacion juve shikues të dashur dhe dëgjues të dashur, e ju mos harroni me na bo subscribe edhe me na lexu në faqen tonë në Substack, edhe me na përcjell në Instagram, Facebook, më thash. Faleminderit, shihemi. Ku fillon rrëfimi yt? Kjo është pyetja e parë, edhe ky është sezoni 4 i podcastit Suzan.